Tashmë nuk ka më surprizë, edhe pse nuk ka më shumë se 2 vite gjysmë e formuar, ekipi i Tërbuni Boksi drejtuar nga dy vëllezërit Claudio dhe Milano Cecchini janë prezent në çdo veprimtari kombëtare, por edhe ndërkombëtare duke fituar trofe ekipor dhe individual. I tillë ishte edhe aktiviteti i finaleve të kampionatit kombëtar U17 zhvilluar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të Durrësit, ku ekipi i Tërbuni Boks spikati si pretendenti kryesor për fitimin e titullit kampion. Vendi i dytë me pikë të barabarta me Partizanin është një arritje pozitive për Tërbunin, ndërkohë në konkurimin individual Tërbuni Boks arriti të përsërisë suksesin e pak ditëve më parë me kategorinë U15, duke fituar një trofe prestigjioz, atë të boksierit më teknik, i fituar nga Brian Cecchini. Ekipi i Tërbuni Boks garonte në këtë ditë finale me 3 finalistë, ku 2 prej tyre arritën të shpalleshin kampion kombëtar dhe një nën kampion kombëtar. Konkretisht, në peshën 57 kg, Brian Cecchini zhvilloi një ndeshje shumë të mirë duke fituar pastër me rezultatin 3-0 ndaj boksierit vendas të Teuta Boks Elio Keci. Në peshën 63 kg, boksieri i Tërbunit Albion Allaj dominoi plotësisht finalen duke fituar me rezultatin e pastër 3-0 ndaj boksierit të Vllaznisë. Në pjesën tjetër dhe të fundit për ekipin e Tërbunit, boksieri Pukian Elio Guga nuk arriti të kalonte kundërshtarin e Teuta Boks Sunej Gjuzi, duke humbur një ndeshje shumë të fortë me rezultatin 2-1 dhe duke u shpallur nën kampion kombëtar. Për të theksuar se Tërbuni Boks po spikat për rritjen dhe nxjerrjen e elementeve të rinj, ku në 2 kampionatet e moshave të zhvilluara brenda një harku kohor prej 10 ditësh, arriti të fitojë 2 trofe individual shumë të rëndësishëm. Boksieri më i mirë në kampionatin U15 në Fier dhe boksieri më teknik në kampionatin U17 në Durrës, trofe këtu që u fituan nga vëllezërit Brian dhe Bjordi Cecchini. Ekipi i Tërbuni Boks po vazhdon përgatitjet intensive për kampionatin kombëtar U19, i cili do të zhvillohet në qytetin e Pukës, ndërkohë sportistët pukian që janë pjesë e kombëtarës së Shqipërisë po përgatiten për kampionatet europiane dhe botërore që do zhvillohen në vjeshtën e këtij viti.